Au lot. Si je? A je mirë? Qish julla? A je mirë? Hajde për në marë. A jeni mirë? Qish jeni? Rëj mos jek. A jeni mirë? Si tham, a je mirë? Hajrë paqë, inshallah. Të nderuar banorët të fshatit Likov dhe banorët të tjerë të komunës së Likovës, sot jemi në lagjen Theranda këtu në Likov, ku kemi filluar me punët ndërtimore për asfaltimin e kësaj rrugë, e cila ishte e patjetërsueshme, e cila ishte më së nevojshme që të vendosen skajoret e mëdha, të bëhet asfalti i ri, të rregullohet kanalizimi atmosferik dhe nivelizimi të gjithë kanalizimit fekal. Kështu që faleminderoj edhe imamin, hoxhën e fshatit Likov, Molla Fuatin, me të gjithë bashkëpunëtorët e tij, dhe punëtorët e ndërmarrjes komunale Penda, administratën komunale dhe të gjithë ata të cilët çdo ditë kontribuojnë për një infrastrukturë më të mirë për banorët e komunës së Likovës dhe konkretisht në këtë lagje për banorët e fshatit Likov. Andaj apeloj te banorët e lagjes Theranda që të dorëzojnë edhe kërkesat e tyre te ndërmarrja komunale Penda për kyçje në ujësjellsin e Pendës së Glazhnjës, me çka para asfaltimit të bëhen të gjithë shtëpit të kyçen në sistemin e ujësjellsit, që pastaj ta ruajmë asfaltin e ri të cilën do rregullohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve për kohën dhe mundësinë e dhënë.